Situata pas rënies së zjarreve në pyjet e fshatit Skënderbegas në bashkinë e Gramshit vjen të mbetet shqetësuese pa shenja përmirësimi. Sipërfaqe të tëra pyjore dhe kullota të djegura kanë lënë pas një panoram të rënd për banorët e zonës dhe fshatrave përreth. Sipas të dhënave, flakët kanë shkrumbuar mbi 140 hektar pyje dhe kullota, duke shkaktuar dëme të mëdha në mjedis dhe në ekonominë lokale, e cila mbështetet kryesisht në blegtori dhe burime natyrore. Banorët shprehen të shqetësuar për mungesën e ndërhyrjeve konkrete për riabilitimin e zonës, ndërsa theksojnë se deri më tani nuk ka pasur asnjë investim nga organet shtetërore për mbjelljen e fidanëve të rinj. Nga ana tjetër, përfaqësues të shërbimit pyjor dhe bashkisë deklarojnë se nuk kanë marrë fonde për rikuperimin e sipërfaqeve të dëmtuara, ndërkohë që institucionet përgjegjëse kanë shmangur prononcimet publike mbi situatën. Mungesa e ndërhyrjes rrezikon që dëmet të mbeten afatgjata, duke ndikuar jo vetëm në ekosistem, por edhe në jetesën e banorëve të kësaj zone. Zjarret në Skënderbegas mbeten një plagë e hapur për mjedisin, ndërsa pritshmëritë për ndërhyrje konkrete nga institucionet vijojnë të mbeten të paplotësuara.